Në mes të debatit për projektet e familjarëve të presidentit amerikan Donald Trump në Sazan dhe Zvërnec, ambasada amerikane në Shqipëri dhe ministri Adelina Ibrahimaj prezantuan mekanizmin shqiptar për shpërtimin e investimeve të huaja direkte, që do të mundësojë më shumë siguri për investitorët dhe mbrojtje të sektorëve strategjik. E ngarkuara me punë e SBA-s në Shqipëri, Nancy Van Horn theksoi se investitorët e huaj, përfshirë dhe ata amerikan, kanë nevojë për rregulla loje të qarta për të ardhur në vend për investim. Kompanitë amerikane janë këtu në energji dhe ndërtim si dhe në teknologji dhe më shumë investitorë të tjerë po presin të vinë, por ata kanë nevojë për besim se rregullat janë të qarta, fusha e lojës është e barabartë dhe se sektorët strategjik janë të mbrojtur nga aktorët që nuk luajnë sipas të njëjtave rregulla. Kur presidenti Trump lajmëroi politikën për investimet amerikane vitin e shkuar, ai theksoi një princip të thjeshtë: të mirëpresim investimet që sjellin rritje ekonomike, duke u siguruar që infrastruktura kritike dhe sektorët strategjik mbeten të sigurt. Investimet në Shqipëri janë të ndërtuara mbi atë princip. SBA do të vijojnë të mbështesin Shqipërinë përgjatë këtij procesi. Ky mekanizëm është dizajnuar për t'u mbrojtur. Sot jemi edhe në një kontekst i cili është pak i turbulluar në drejtim të investimeve në këto sektor dhe është janë pikërisht instrumentat të tillë, si ky që do prezantojmë sot, që jo vetëm garantojnë që investitorët të vazhdojnë të vinë në Shqipëri, por dhe garantojnë që investitorët të cilësisë së lartë vinë në Shqipëri dhe që kanë një ambient të besueshëm dhe kontribuojnë në sigurinë, siç thash, ekonomike të vendit tonë. Drejtori ekzekutiv i Dhomës Amerikane në Shqipëri, Neritan Mullaj, theksoi se mekanizmi shqiptar për shqyrtimin e investimeve të huaja nuk synon kufizimin e investimeve, por është një mjet rregullator për të siguruar një ambient me rregulla të qarta dhe transparente.